4 janar 2026 jemi në ditën e diellit. Jemi me njëherë pas një hëne të plot tek shenja e gaforës, jemi vërtet shumë emocional, impulsiv dhe reagues, pikërisht tek këto tema të cilat duhet jemi shumë të kujdesshëm. Gjatë kësaj dite do të kemi edhe hënën e zbrazëti midis orës 13:58 deri në orën 14:44. Gjatë kësaj periudhe duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm, duhet mos marrim riske të panevojshme dhe të përmbajmë asaj që dim për rutinës. Në këto momente mund të kemi probleme edhe me automjetet, mund të kemi probleme me trafikun, duke qenë se jemi dhe në kthim nga pushime, do të këshilloj që të merrni parasysh edhe këtë dhe të dalim në rrugë pak më herët. Kjo është një ndër ditët ku agresioni mund të jetë vërtet shumë i lartë, nëse se ne e lejojmë. Prandaj detyrimisht duhet të jemi në një kontroll të plot të vetes tonë. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam astrologja Denisa Shyle. Faleminderit dhe mos harroni të më ndiqni për të marrë informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.